sot jam përpara kryeministrisë dhe ju nuk do ta besoni se çfarë po ndodh pak kohë përpara protestës më të madhe të opozitës. Tu është ndërtimi i skenës. Dua t'ju tregoj 2 sekonda të gjitha makinat e televizioneve që e transmetojnë mitingun live. Këto janë bokset. Janë shumë fuqishme, dëgjohet zëri deri te Skënderbeu. Ja ku është bllokuar dhe trafiku nga ana e policisë. Kemi edhe turista që bëjnë foto. Kemi edhe protestuesit që kanë qenë nga data 18 dhjetor që protestojnë për ditë. Është Shqipëria bëhet Adriatic Kape. Janë gjithë të çuna dhe goca që rinë për ditë tu. Respekt të gjithë. Du t'ju tregoj edhe 2 sekonda. Momenti që blindohet kryeministria, po themi, janë momentet që punëtorët po vendosin materiale për të mbrojtur instalacionin që është e derës kryeministrisë. Përdorin këtë vinçin këtu dhe pastaj me trapan si gjithmonë. Kaq ishte video për sot. Normalisht mas vite nuk do jem se jam pushim, por besoj do kemi kolegët tanë që do mbulojnë këtë ngjarje. Mirupafshim.